Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Plas grushti mes Eglit dhe Gjestit, dy banorët zihen keq. Një lojë zhvilluar mes Eglit dhe Gjestit brenda shtëpisë së famshme ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se si dyshja, në formë shakaje, luftojnë me njëri tjetrin në lavanderi, por situata duket se ka dalë jashtë kontrollit për disa momente. Tiksa tentonin të ngacmonin fizikisht njëri tjetrin, në një moment, Gjesti e kap nga fytyra Eglin duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të disa banorëve. Jo ashtu, dëgjohen ata duke thënë, duke sinjalizuar që situata mund të kishte kaluar kufirin e një loje të zakonshme. Pas kësaj, përplasja mes tyre u ndërprem. Kjo ngjarje ka sjellë ndarje mendimesh mes fansave të showut. Disa e kanë parë si një situatë të parrezikshme dhe pjesë të dinamikës së shtëpisë, ndërsa të tjerë kanë shprehur shqetësimin mbi mënyrën se si u zhvillua ndërveprimi mes tyre. Egli dhe Gjesti kanë pasur një histori të ndërlikuar brenda shtëpisë. Në fillim të showut ata kanë qenë në një lidhje, por pas daljes së Eglit nga loja dhe rikthimit të saj, ajo vendosi të mos jepte më një tjetër shans Gjestit. Kjo ka bërë që tensionet mes tyre të jenë të pranishme her pas here, duke sjellë situata si kjo e fundit e cila është komentuar gjerësisht nga publiku.